Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dje vonë doli me projektimet për mandatet e partive politike. Sipas të dhënave të para nga KSZ, VMRO-DPMN ka fituar 51 deputet, LSDM 49, BDI do të ketë 10 deputet, BESA 5 deputet dhe Alianca për Shqiptarët fitoi 3 mandate. Pas prezantimit të rezultateve, simpatizuesit e VMRO-DPMN-s në shumë qytete dolën në rrugë për ta festuar fitoren. Bëhet prej që shumë shpejt të formohet kuvendi i ri dhe qeveria e re, të cilët menjëherë do fillojnë me zbatimin e reformave emergjente nga raporti IPRIBE dhe që do japin mbështetje prokurorisë speciale publike. Departamenti Shtetëror Amerikan mendon se këto zgjedhje janë një hap i parë i rëndësishëm për daljen e Maqedonisë nga kriza politike dhe se nga qeveria e re priten reforma për qeverisjen e së drejtës. Armata siriane ka liruar Alepon dhe pas më shumë se 4 vite luftë në këtë qytet, militantët kanë pësuar disfat. Kjo është fitoria më e madhe e ushtrisë siriane gjatë gjithë rrjedhës së luftës qytetare në Siri.